Faleminderit drejtuese e seancës. Do ngrej prap një problematik të zonës teme dhe nuk do të lodhem derisa realisht t'ja arrijë zgjidhjes. Një zgjidhje që pritet dhe kërkohet prej shumë kohësh prej asaj zone edhe prej banorëve të saj. Rruga e Dukagjinit është kërkesa më e madhe edhe më urgjente që ka një zonë dhe një komunitet prej mijëra banorësh, një çështje që është ngritur realisht prej vitesh. Absolutisht rruga nuk është privilegj dhe duhet përmend që iniciativa dhe puna që është bë me ndërhyjmin e qeverisë në këtë segment me anë të rrugës së bardhë ka hap një horizont të madh, po të pamjaftueshëm për atë zonë, sepse vetë zona, kushtet klimaterike dhe relievi kërkojnë një rrugë me kushte bashkohore dhe të asfaltume. Kur flasim për Dukagjinin, nuk po flasim për një cep të hartës, por po flasim për një pasuni kombëtare që i ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm artit, kulturës dhe historisë së vendit tonë. Terreni na kërkon që ne të veprojmë dhe duhet të veprojmë realisht sa më shpejt. E po flasim për një rrugë prej 50 kilometrash që përfshin 3 njësi administrative dhe që është boshti kryesor i qarkullimit për krejt atë zonë. Kjo rrugë lidh prodhimin vendas me tregun, lidh turizmin dhe zhvillimin dhe mbështet bujqësinë e blegtorinë dhe lidh Shqipërinë e thellë me Shqipërinë evropiane. Rruga e Dukagjinit nuk është as çështje periferike dhe as çështje folklorike, është çështje zhvillimi kombëtar për një zonë që besoj edhe ka një vizion të jashtëzakonshëm në atë që mundet me sjellë për të ardhmen e krejt rajonit verior. Dukagjini kërkon rrugën për ekonominë vendore, për zhvillimin e qëndrueshëm, për turizmin malor, për zhvillimin rural, për bujqësinë dhe për funksionimin real të paketës maleve si një mundësi e vetme dhe shumë e madhe për të ardhmen asaj zone. Unë vi nga ato zona dhe ja di mirë problematikat, por po ashtu di mirë edhe rrugë zgjidhjen e këtyre problematikave. Prandaj sot nga kjo foltore I kërkoj Ministrisë të Infrastrukturës dhe Ministrisë të Financave që ta përfshin sa më parë dhe sa më shpejt në planifikimin kombëtar të investimeve infrastrukturore në vendin tonë dhe të trajtohet si një investim serioz, modern edhe vendimtar për të ardhmen e krejt turizmit dhe zhvillimit në veriun e Shqipënisë. Na jena në një rrugtim të pandalshëm dhe historik drejt Bashkimit Evropian dhe mbështetja e zonave rurale dhe politikave të zhvillimit të qëndrueshëm është një ndër shtyllat kryesore të politikave të Bashkimit Evropian dhe një detyrim institucional ndaj komunitetit që prej vitesh ka kërkuar atë që I takon. Faleminderit.